Kam babin sportist, edhe profesor të sportit, kështu që unë kom pas mbështetjen prej fillimit në qëtë aspekt. Ja kom pa për disiplinën që cilën ta ka dhuru, se ti ke shku në ushtrime, po e nuk ta siguru që ti ki me dalë mirë në skenë, se prap ka qenë trauma e skenës, edhe qysh kanë me dalë edhe pjesëtarët e tjerë të grupit, përgjithësiat cilën ta mëson, me majtë një përgjithësi deri në fund, edhe sa e rëndësishme është me konë edhe mi besu edhe njerëzve për rreth që i ki, jo me konë veç vetë. Për shkak që ju bon hapësira grupore kështu, ti ka dhonë kështu të trija që ma ndem kam përcjell një që po thu kur ju më këthym rapa, kom pa se sa mësimet vlefshme në konë në krejt aspektet e jetës kur i kom apliku ma sa nej. Aq ma tepër kur jem anej me një mosh qaq të vogël, po thëm kështu edhe socializosh me krejt njerëz, aq ma tepër kur është një grup shumë i madh i njerëzve dhe realisht ka mosha të ndryshme për se cilët mundesh me mësu diçka. Edhe po thëm, po mdoket që qatë periudhë ti veç nuk e din sa me fat je për periudhën që po e kalon deri të rritësh edhe e kupton se çka ke marrë për asaj eksperiencë. Bashkë ashtu, më pas pyet në qatë mosh, që qa kime bu kur të rritësh, nuk besoj që i shkon që ky profesioni që e ke qa thonë. Edhe menoj që i shakon një prej personave më të pak që kishtë thonë, okej, erna, ka me vazhdu me që të profesion, ka me që deri në fond. A mo vlera cilat na i ka dhonë edhe në nënvedije, direkt qaj komunitet bashk, po shijet që më kanë pru qëto. Na po mdoket si popull kështu në përgjithësi, për njerëz jo veç me vallëzim, po flas në tërësi, me artin përgjithësi, me aktrimin, me muzikën, gjithçka po mdoket jemi shumë në mëdyshe sa me pranu dikën që realisht po dën me u marrë me art. Çfarë do lloj të artit që po flasim. Edhe me thon dikujt që po duam kur të rrit na me u marrë me valle, me u marrë me art, me u marrë me pilates, me aktivitet fizik, kanë shumë mëdyshe, kanë shumë pikë pyetje se çka realisht ti mundesh me arrit. Ka qenë e njëjta për ty? A ke shumë e vendosur edhe s'të ike për dëshirave tua? Për fatin tem, unë e kom babin sportist, edhe profesor të sportit, kështu që unë e kom pas mbështetjen prej fillimit në qëtë aspekt. Mu me konsideru vetën shumë me fat në qëtë aspekt, po e di që është teme cila është e ndishme, se nuk ka mjaftu shumë shembuj të sukses shumë në qëtë lami, që mandej prind me pas guximin me leju fëmijën e vet me investu shumë gjatë me një profesion, i cili në fund mundet më rezultu si jo shumë i suksesshëm. Po çdo ditë, po dëshmohet, sidomos me tritë e Kosovës, që arti është një prej fuqave në cilat ja vlen me u përkushtu edhe me dhonë krijimtarinë tonë në to. Une jo ka të kumlon titullin për rëndësinë e aktivitetit fizik në jetët e secilit prej nesh. Ma tepër në një pikë kur dinamika e jetës është shumë e vrazhtë dhe shumë, po them, kushtimisht e egër në disa periudha të jetës, është shumë e rëndësishme ndoshta me heq qatë stres në forma të ndryshme. Një prej tyre padyshim është fakti me u marrë me aktivitet fizik. Na po mdoket që kur flasim për aktivitet fizik, secilit njeri shkon me në fitnesi, ose me dalë me ngase, me jetë gjana të tilla, po sot mu më gëzën shumë fakti që në Kosovë ki shumë zgjedhje sa i përket aktivitetit fizik, edhe një prej tyre është edhe puna të cilën te e bën bashkë me ekipin tënë edhe biznesin cili tash ka bu vite që është hap. Po ndalemi pak tek Gjoj, çu nisi gjithçka? Gjoj ka njës veç si një vend për njerës me umledh bashk, edhe me bo aktivitet fizik bashk. Mandej kjo ka rezultu në shembuj real të njerëzve cilë ti ka ndryshu edhe jeta edhe përditshmëria.